Përshëndetje nxënës. Në lëndën matematik klasa e 6 do të trajtojmë temën grafikët me shtylla. Rezultatet e të nxënit janë: nxënësi ndërton grafikët me shtylla, kryen një studim statistikor dhe të dhënat i paraqet në diagram me shtylla, interpreton informacionin që jep një diagram me shtylla. Kujtojmë, ç'është statistika? Statistika është një degë e matematikës e cila merret me mbledhjen, organizimin dhe analizimin e të dhënave statistikore për të nxjerrë konkluzione dhe vendime për një temë që diskutohet. Hapat e kryerjes së studimit statistikor janë: mbledhim të dhënat, sistemojmë të dhënat në tabelë, kryejmë analizën statistikore të të dhënave duke njësuar mesataren aritmetike, mesoren, modën, amplitudën. Vizatojmë diagramat, grafikët. Fjalët diagrama dhe grafik janë të njëvlershme dhe mund të përdoren në vend të njëra tjetrës. Interpretojmë diagramat duke nxjerrë përfundimet e studimit statistikor. Pam që hapi i 4 i studimit është paraqitja grafike, e cila mund të bëhet me piktogram, grafikun me vija, diagramën rrethore, grafikun me shtyllavi ose diagramin me shtylla. Sot do të ndalemi tek diagrami me shtylla. Le të shohim situatën e të nxënit nga jeta reale. Zoti Agim donte në dyqanin e tij DVD që pëlqenin më shumë klientët. Ai zhvilloi një anketim me klientët e zonës. Me të dhënat, ndërtoi diagramin që shohim në ekran. Nëse projtojmë diagramin, dallohen qartë DVD-t më të kërkuara. Konkretisht janë ato me film thriller, film horror, film vizatimor dhe më pak të preferuara DVD-t me opera. Ky diagram me shtylla e ndihmon zotin Agim që të përcaktojë saktë sasinë e DVD-ve më të kërkuara në mënyrë që gjatë bërjes së furnizimit të dyqanit të mos ketë mall stok të mbetur në dyqanin e tij. Në klas kryejmë anketimin për ngjyrat. Cila është e preferuara jote? E kuqja, jeshilja, bluja apo e verdha? Koha për të votuar. Nxënësit vendosin votat sipas preferencave të tyre. Vrojtojmë se në mënyrë spontane kemi ndërtuar një diagram me shtylla, e cila na ndihmon të nxjerrim menjëherë përfundimin se ngjyra më e preferuar në grupin e nxënësve që votuan është ngjyra blu dhe më pak e pëlqyer është ngjyra e verdhë. Le të mësojmë më shumë për diagramat me shtylla. Për të ndërtuar një diagram me shtylla, duhet që fillimisht në sistemin koordinativ të vendoset titulli i anketimit. Në rastin konkret, titulli është shitja e perimeve në një javë në një market. Vendosen emërtimet në secilin bosht. Në boshtin OX kemi vendosur llojet e perimeve, në boshtin OY kemi vendosur sasinë e perimeve të shitura në kilogram. Në boshtin OY vendoset denduria. Vlerat mundësisht të fillojnë nga zeroa. Shohim që në shembullin konkret, njësia tregon vlerën 10 kg. Në boshtin OX ndërtojmë shtyllat, të cilat kanë gjerësi të njëjtë dhe largesa midis tyre është gjithashtu e njëjtë. Bëhen emërtimet poshtë secilës shtyllë,
Në rastin konkret, kemi shënuar lakër, bizele, tomate, qep e të tjera. Në fund, ndërtojmë shtyllat, lartësia e të cilave është aq sa ç'është denduria për secilin lloj. Diskutojmë shembullin. Për të ndërtuar këndin sportiv të lagjes, fëmijët u pyetën: cili është sporti juaj i preferuar? Anketa solli këto rezultate, të cilat u vendosën në tabelë, në mënyrë të tillë që në shtyllën e parë kemi vendosur llojin e sportit, në shtyllën e dytë është vendosur numri i nxënësit ose denduria. Në sistemin koordinativ vendosim titullin e anketimit, cili është sporti juaj i preferuar. Në boshtin OX kemi vendosur llojet e sporteve. Në boshtin OY është vendosur numri i nxënësve. Ndërtojmë shtyllat me lartësitë të barabarta me dendurinë përkatëse, të cilat i kemi ngjyrosur me të njëjtën ngjyrë ose për t'i dalluar më mirë nga njëra tjetra, ngjyrosim me ngjyra të ndryshme. Më pas, nxjerrim përfundimin e anketimit. Sporti më i preferuar është futbolli. Pas tij vjen noti dhe patinazhi. Zbatojmë njohurit në një situatë tjetër. Nxënësit e klasave të gjashta morën pjesë në anketën cili është programi televiziv më i preferuar? Anketa solli këto rezultate, të cilat i vendosëm në tabelë. Në shtyllën e parë kemi vendosur lloji i programit, në shtyllën e dytë të tabelës numri i nxënësve ose denduria. Në sistemin koordinativ vendosim titullin e anketimit. Në boshtin OX kemi vendosur llojin e programeve, në boshtin OY numri i nxënësve. Njësia tregon 2 nxënës. Ndërtojmë diagramën me shtylla, konkretisht, filmat i pëlqejnë 16 nxënës. Lartësia e shtyllës duhet të jetë 16. Në mënyrë të njëjtë të ndërtonim edhe shtyllat e tjera. Nëse në vend të shtyllave do të vendosnim segmente me gjatësi të barabartë me lartësinë e shtyllës, segmente pingull me boshtin OX, atëherë do të ndërtojmë një lloj tjetër grafiku, të cilin e quajmë grafiku me shtylla V. I cili është më i lehtë dhe më praktik për të ndërtuar në krahasim me diagramën me shtylla. Konkretisht, le të shohim, drejtkëndshat i kemi zvendosur me segmente të barabartë me lartësinë e tyre. Menjëherë arrim në përfundimin e anketimit. Programi televiziv më i preferuar për fëmijët që janë anketuar janë filmat, sportet dhe më pak të preferuar janë lajmet. Anasjelltas, nëse kam të dhënë vetëm diagramin me shtylla, mund të interpretoj diagramin duke marrë informacione prej tij. Për shembull, sa është numri i nxënësve që preferojnë humorin? Nga shtylla e humorit do të ul pingulen mbi boshtin OY dhe gjejmë që nxënës që preferojnë humorin janë 4. Sa është numri i nxënësve që preferojnë lajmet? Ulim pingulen mbi boshtin OY dhe shohim që numri i nxënësve që preferojnë lajmet është 1. Sa është numri i nxënësve që pëlqejnë sportet? Atëherë, pasi ulim pingulen, shohim që numri i nxënësve që preferojnë sportet është 9.
Me të dhënat, plotësojmë tabelën. Detyrë shtëpie. Sipas grupeve të punës që ka ndarë mësuesja, kryeni anketimin dhe grumbulloni informacione në media për temën. Cilat janë vendet më të preferuara për pushime në Shqipëri? Organizoni të dhënat në tabel dhe ndërtoni grafikun me shtylla. Punë të mbarë. Faleminderit për vëmendjen.